Sa i përket organizimit kurbanëve, këtu jemi duke shiqu me bë edhe këtë pjesë që me prej kurbanët këtu, bile ne privatisht, jo në mënyrë institucionale, por privatisht shkojmë e rezervojmë kafshët, edhe si vjet e kam bërë edhe unë, këtu jemi bërë 7 vete e kemi rezervu një kafshë të madhe, edhe do të shkojmë vetë, domethënë mu marrë me këtë punë, me prej, me cotu dhe me barë deri tek ne. Që do thotë nëse organizon në mënyrë private, të lejohet vetëm me prejet e pronarët që ta shep. Se lejohet një gjë e tillë, dhe dikun ka 7 euro është metra, domethënë me ta prej me ta bë krejt gati. Domethënë kafshën qysh është në kam me çmim fillestar, dhe po ashtu po na stilët çatë 200-250 euro për njëri, sa i përket prejta kurbanit, por kjo bëhet me një pakicë vogël e njerëzve. Shumica e njerëzve domethënë i pagujnë kurbanët te xhamia, këto e bëjmë te xhamia jon që është ka 200 euro tani, dhe pastaj ne domethënë e morëm si amanet me kry dhe autorizojmë vllazërit tonë, xhamia tona, njerëzit tonë që kanë vendet e tona, dhe amaneti i tyre shkon vend. Kështu veprojmë edhe me vitrat, kështu veprojmë edhe me sadakat e ndryshme, por nëse njëri don ka mundësi domethënë edhe këtu me prej kurban vet asnjë problem, vetë që duhet pak punë më shumë, dhe ne kemi lënë domethënë se sot është dita e parë e Bajramit, nesër ditën e dytë më marr me kurbanat personale. Pra pas ka mundësi me prej kurban veç me kushtet që ata i kërkojnë. Pa asnjë problem, vetëm e prerja më ndodh te pronari që ta ka shit, dhe ti shkon aty vetë vetë cakton vetë krejt, dhe nuk ka asnjë problem. Ka vende të tilla, do të angazhojmë më shumë, por elhamdulillah është prej sunetit që secili me shiju miqin e kurbanit në ditët e Bajramit. Alhamdulillah. Ka mundësi, vetëm duhet njëri punë, sepse janë disa gjëra siç e ka thënë një hoxh i madh, gjëra që nuk arrihen me forcë dhe me parametra tonë njerëzor, arrihen me iman. Edhe këto gjëra alhamdulillah po vinë.